ala sururin mawdune. Ata janë të shtrirë. Ala sururin në shtretër. Nuk ka kush me ka shtrirë, po në shtretër. Me ullun, shtetë që shdojnë. Të qëndisur, me gurë, me are dhe me gurë të qmuar. Ata në ato kultuqe janë të mbështetur, balë për balë me njeri tjetrin, me zvete, familjar, me zvete, shokët dhe miqt. Atyne o shërbejnë ndjelmosha që janë të përhersha. O shërbejnë atyne pije nga vera e kulluar e cila rjedh si lume. Pe asaj vere që e pinë ata me ato gota nuk i ka për gëdhimbja, po edhe nuk dehen. E subhanallah, mund të thot dikush, e pse bash verë? Verë sepse Allahu i madhruar, aq shumë na ka shtrëngu neve në këtë dynja, punën alkoholit, respektivisht verës, sa që nuk na ka lanë hapësirë si muslimon, as me menu që të pim alkohol. Edhe tash, këta që na ka shtrëngu shumë, po na ka ndalu strikt, sikurse një mendja mund të shkoj njeriu të privuar për kësaj, të privuar për asaj, të privuar për asaj, e Allah me rahmetin e vetë dënë me i knaqë robët e tij. Mi thonë që robët e mi, a kam ndaluar në atë dynja, po ja, ordha tash. Jo që u ndaloj, por e keni të lejuar, edhe keni lëmej ma dje për verë, dhe kjo verë, emin e ka verë, por dallon në gjithë shka prej verës se asaj dynjaje, ku po ta Shqipia atje nuk ka pas hajr prej saj kur gjanë, ndërsa këto, kjo ju knaqe, ju relaksëne, ju shqene, dhe nuk ka asnjë efekt anësor prej verës së xhenetit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Falënderojmë Allahun e madhruar te bareke ve teala, që është i përket e lartë madhërisë së tij. Salavat dhe selam e dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, e familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre muslimanëve dhe muslimaneve të cilët kanë ndjekur dhe kanë pasuar
rrugën ati burrë të madhë derisa dhe kësaj ditë dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj të ndëruar, jemi edhe më tej në komentin e surës El-Waqia, në fakt, veç pjesën e parë kemi mbarë, e kena marrë dhe jena në pjesën e dytë të kësaj sureje të bekuar. Ma konkretisht jemi në ajetin e 13 të kësaj sure deri në ajetin 26 të po të njëjtë sure. Kuj madhi Allah Azza wa Jall më lartë, ceku se robërt e ti ditën e kiametit e ndanë në 3 grupe. Ata të cilët janë nga e djathta e arshit, e që janë shumica e banorëve të xhenetit, të tjerët të cilët janë nga e majta e arshit, e që janë xhehenamlinjit respektive shumica e banorëve të xhehenamit, dhe pjesa e tretë janë ata të cilët prinë punë të hajrit. Ata të cilët prinë punë të hajrit. E që janë njerëzit më të përzgjedhur të Allahut. Janë të përparmit, të cilët të prinë punëve të hajrit, e për që të grupet kemi folur pika shkurtra në ligjërate në kaluar. Tani madhi Allah, tani Allahu atje na foli pak për këtë grupin e tretë të bareke o ta'ala, e që janë të përparmit respektivisht të veçantë të thuaj. Tash në vazhdim krejt këtë pjesë, këto ajete, ua dedikon një madhi Zot këtij grupi, e që janë njerëzit më të ngritur, më të avancuar të madhi Allah të bareke o ta'ala. Duket se kur të mira për të cilët ka përgatitur Allahu në xhennet. Për ta. Shtroja, pije, ushqime, pemë, gratë xhenetit, hyria, dhe të mira tjera të pafundshme. Kjo sepse ta janë më të veçantit e të veçantëve, më të mirët e më të mirëve. Andaj shkojmë të komente ajeteve, të shofëm një nga një, se shna thëtim madhe Zot më përse afërmi të bareke wa ta'ala. Thema sa'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, thot Allahu Azza wa Jall, thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. Shumë prej tyre janë prej të hershmeve të parëve, shumë prej këtyre të ngriturve, të veçantëve, këtyre që janë më të ngritur, shumë prej tyre, thulle është një numër i madh i pakufizuar. Thulletun min al-awwalin, një numër i madh prej tyre që të cekën më herët, po thot Allahu, ata janë në pej popujve apo janë të mëhershëm, që kanë prirë punëve të hajrit. Shumë pej tyne janë pej të hershmeve, dhe pak pej tyne janë pej të vanshmeve. Wa qalilun min al-akhirin. Pra, po tregon fillimisht se kush janë këta që u kanë prirë, as-sabiqun, që u kanë prirë punëve të hajrit gjithmonë. Mendimi më i njohur i ulemave, selef dhe radhazi, është se këta shumë prej tyre të hershmeve, ka thonë janë për qëllim pejgamberët dhe ata musliman të cilët të kanë besuar pejgamberëve. Prej Nuhit alayhi salam radhazi, pejgamber mas pejgamberi, pejgamber mas pejgamberi, pejgamber mas pejgamberi, deri tek Isa alayhi salam. Dhe këtë pejgamberi jonë, por jo besimtarë tonë.
Shumë prej tyre. Ndërsa prej të hershmeve, ndërsa pak prej të vënshmeve, ka për qëllim të vënshmeve, që ka ndarë ma vën, e që jena na, muslimanët, ummeti pejgamberit. Pra, këta njerëz, të cilët janë më të ngritur, më të veçantit në ditën e kiametit, edhe si rredhoj, edhe në xhenet, me këtë mendim, e që favorizon Imam Taberiu dhe shumë komentatorë të tjerë, janë për qëllim shumë prej tyre popujve të mëhershëm, pasos të pejgamberëve të tyre në krye me pejgamberët gjithsesi. Sepse çdo pejgamber ka pas pasos të vet. Tani, mund të thëtë dikush, po kemi ndëgjuar në hadith atje, se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka pejgamberi cili vjen dhe me të në 2 veta, e vjen dhe me të një njëre, vjen me të së shtas një. Pa ta i mund t'je 1, 2, 3, 4, 5. Por, pejgamber kanë qenë 124 pejgamber, numri i tyre shumë i madh, andaj nuk ka nevojë më nal të 2-3 pejgambera, po më nal atje të Lut alayhi salam, ta zamë që është sekun Kur'an dhe vetëm 2 vajza të veta e besuan. Sepse nuk ka vesh Luti pejgamber, apo këta që në cekur këtu në Koran. Pra, pejgamber të Zotit, me pasus të tyne, janë ata të cilët kanë prim punë të hajrit. Edhe pjesa janë shumic, edhe pjesa e vogël pakisin për ummetit tonë. Kur të bëjë thotë kjo janë shumic, ka për qëllim Allahu janë shumic, sepse ata një ummet, i ndonjë pejgamberi vetën nuk arrin numrin e ummetit ton. Asnjë ummet. Duke futur këtu edhe Musa alayhi salam ummetin e tij, i cili është ummeti më i madh i krejt pejgamberëve jashtë ummetit ton, është ummeti Musas. Por megjithatë, jonë është më i madh, është shumë më i madh. Ama kur mlidhen krejta pejgamber, me pasus të tyne dalin ma shumë. Dhe një pjesë e ummetit tonë. Kur kanë zbrit kjo ajet, dhe muslimanët e kanë kuptu që të formë ajetin, ata janë mërzit. Që shka në hadith të Buharerës radiallahu anhu. Sepse Allah pa thot, janë një pakic për të më vënshmeve. Janë mërzit. Dhe këtë mërzije kanë shprehte pejgamberi alayhi salatu wassalam. E pejgamberi pa që pi vjen rënë muslimanëve. Nga se një pakic e jonja, ka për tyne. Lakmoj. Allahu azza wa jall, pra kur zbrit ajete thullatun min al-awwalin wa qalil min al-akhirin, këto 2 ajete që lexuam, një pjesë e madhe popujve të mëhershëm, e të mëhershmeve, kështu e të mëhershmeve të parëve, dhe një pakicë të mëvënshmeve, sahabët të kuptuan se për qëllim të mëvënshmet këta, të mëhershmet popujve të kaluar, andaj shaqqa alejhim, ngushtuan njëherë dhe rënë kjo punë. E Allah i madhruar e zbriti thulletun min al-awwalin wa thulletun min al-akhirin. Allahu e zbriti pastaj këtu 2 ajete që të na vijnë neve më vonë, ajetin 39 dhe 40, po të kësaj sureje, ku Allahu i madhruar thot, dhe një pjesë e madhe e popujve të kaluar të hershëm dhe një pjesë e madhe e të mëvënshmeve. Sahabët të gëzuan. Tash, shumë për të parve, shumë për të mëramve. Andaj, edhe një këmë shumë, dhe o qëtësun sahabët. E pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam për mi qëtësu hala ma shumë, ke pjesë e hadithit, po thot, antum thuluthu ehlil gjenne. Ju jeni 1/3 banorëve të gjenetit. Bel antum nisfu ehlil gjenne. Madje, ju do jeni, apo ju jeni gjysmë e banorëve të xhenetit. O të qasimunahum an-nisf al-baqi, gjysma e banorëve të xhenetit jeni ju.
umeti i tij, sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa gjysmën tjetër e ndani me popujt e mëhershëm. La ilaha illallah. Gjysma e banorët të xhenetit me numër janë veç për umetin e pejgamberit apo nga umeti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjysma tjetër e ndajna me popujt e mëhershëm. Tash ne morëm më shumë. Dhe u qetësuan sahabët dhe u gëzuan shumë. E kjo është nder i madh pe Allahu te bareke ve teala për umetin e pejgamberit ton, respektive për neve muslimanëve, që i madhi Allah azza wa jall na nderon shumë me gjithë punët e pakta që i bëjmë, me gjithë jetën e shkurtër që e kemi në krahazim me popujt e mëhershëm, të cilët kanë jetuar me qindra vite dhe kanë bërë gjihade, kanë bërë ibadete në forma të ndryshme me qindra vite. Megjithatë i madhi Allah azza wa jall na jep neve çka nuk i jap aty në tjerëve. Ibn Kathiri pas e cekit mendim, thot mendimi i dytë është se këto dy grupet, një pjesë të parë, shumica të parëve dhe një pjesë e vogël për të vënshmeve, thot të dyat janë prej umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po me këta të shumë të partë janë për qëllim pejgamberi, ensar dhe muhaxhirët, sahabët të partë. Ndërsa të mëvënshmit janë musliman gjenerat pas gjenerate, gjenerat pas gjenerate, ku në çdo gjenerat do të ketë burrat më dhe të mirë të cilët garojnë ndinë Zotit dhe i njekë gjurë të sahabëve atje. Andaj edhe ata në të përzgjedhur dhe bashkohen bashkë me ta në gradat larta atje në xhenet. E që kjo tash është myshdën vetë vetën e vetë dhe favorizon këtë mendim Ibn Kathiri, është myshde për gëzim vetë vetën e vetë, se ne, edhe ka dhe argumente tjera, se ne muslimanët, anëpse se kem pa pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe nuk pretendojmë asnjëherë se arrim në gradën e sahabëve, as të tabiinëve, as të betabiinëve, por me rahmetin e Zotit, për hir të punëve që i bojnë në këtë kohë të ligë apo në kohëra të liga, se cila gjenerat në kohën e vetë, me sfidat e veta, gjihadin e nefsit të madhë, ibadetën e madhë që bojnë, për kushtimin me rujt dinin e Zotit, e me ngrit dinin e Zotit, e mja për cilë të tjerëve dinin e Allahut, me gjithë sfidat të mëdha, e fitnet të mëdha, me të cilat ballafaqohen muslimanët andej e këndej, Allah i madhruar i ngrit, edhe i bën për këtij grupit të parë në ditën e Kiametit. Tani thotë Ibn Kathiri, me gjithë se nuk prashtohet mundësia që çdo umet të ketë partë e vetë. E të partë e vetë janë ata që kanë besuar të partë pejgamberit. Se çdo umet, një grup i ka besu pejgamberve, andaj që ata janë të partë, çdo pejgamberi ka të partë e vetë. Po edhe ka të tjerë që janë me pas. Sido që tjetë, i madhi Allah azza wa jall, pra kjo është grupi i parë, për të cilën Allah i madhruar, po flet për ta dhe për përshkruan se kush janë, kush do qofshin ta, të lumt, kush do qofshin. O pe umetit ton krejt, o një pjesë pe umetit ton, e një pjesë pe umeteve të mëhershme. Janë grada, shkalla, niveli, më i veçantë, më i ngritur. Janë të partë, sepse të partë kanë qenë dynja në punë të hajrit, po edhe të partë dhe t'jenë ahiret për me hynë xhenet dhe për më ngritë shkallat larta të xhenetit. Qysh na vjen më vonë. Allah i madhruar tash përshkruan gjendjen e tyne për dhuntit e të mira që ua ka dhanë dhe thët. Ala sururin mawdune, ata janë të shtrirë. Ala sururin në shtretër. Nuk ka kush më ka shtrirë, po në shtretër. Më ullun, pështetë që shdojnë. Në shtretër të qëndisur me gurë, me are dhe me gurë të qmuar. Të qëndisur me arë dhe me gurë të qmuar. E që mund tjetë të qëndisur, kur janë pejt prej arit, të qëndisur me pejt të arit. E të thurur me gurë të qmuar, apo të zbukuruar me gurë të qmuar.
shtretër, të cilët janë të qëndisur me ari, por edhe me gurë të qmuar. Gurë qmuar, mund t'jeni ngji, mund t'jeni diamant, gurë qmuar të ndryshme, të cilat, të lloje të ndryshme, të cilat, se cili gurë është i mahnit shumë për nga bukuria. Pra shtretër shumë të veçantë. Në Koran i shtretër për i druve, për i drasave, ose për i hekurit. Ata janë shtretër shumë të mëdhej. Surur, serir, shumë si, mirë tha shumë se serir, është surur. Serir i thojnë, jo vetëm shtratit, në gjuhën arabe serir përdoret edhe farfroni madh ku rrin mbretërit, apo të koltuqe të mëdha në të cilat rrin mbretërit ku rrinaj dhe kur e pret dikend. E që janë më të veçantët e krejt ulseve tjera, apo koltuqeve, apo divani tjetër që është në pallatët. Ala sururin mawdune, muttaki'in alejha, mutaqabilin. Ata në ato koltuqe, apo në ato rendi, apo në ato ulse, janë të mbështetur, ballë për ballë me njëri tjetrin, mes vete, familjarët, mes vete, shokët dhe miqt. Kjo ballë për ballë mes vete, dënë me tregue kënaqësinë e madhe që e përjetojnë xhenetlit, ku pjesë e kësajna është që mos me pas askënd për mas më falë se s'pojmë me të pa, ose më kemet mas shpine që atje, e s'po ko ven më ullë për para. Gjithmonë, kur ka pak se ka la blak, ta nësu një ullë, dikush ullër pak ma hana, dikush ma vrapa, dikush e ke këthi shpinë, dikush e ke këthi anën, një anën krah, e me dikën je përbalë. E Allah po të me të gjithë je përbalë. Njërë që me qenë ma i hareshëm, ma i pëshushëm, ma i rahatshëm, në bised edhe në nej. Me të tjerë që rëndi me ta, kush do qofshin ata, qoftë familja jote, po qofshin edhe shokë të tu, ku me ta, shumë herë takohesh dhe ullnina për këse koltuqe, apo divane të përshkruara, më herët me lartë, të thurura, të qepura, të zbukuruara, me pej are, apo veç pej are dhe me gurë të qmuar. Yutufu alejhim wildanun mukhalledun, atyne o shërbejnë wildan ndjelmosha, mukhalledun që janë të përhershëm. Pra, në gjennet, për pas të mirave tjera të pafund, ka edhe djelmosha, djem, të ri, të cilët e kanë një vazife, një detyrë, me i shërbye gjenetlive. Ajetë shumë i qartë. Yutufu alejhim wildan, wildan shumë si waled, waled është fëmi, wildan janë fëmi jetë, mukhalledun, mukhalledun të përhershëm. E këtë përhershëm, ulemat kanë thonë, Allahu e ka cek për të vërtetuar kuptimin e fjales e më parshme, se të fëmiju, të qenërit të tyre fëmi, pra këta do t'jenë fëmi për herë. Nuk i godasin ligjet tjera të njerëzve, sikur në këtë dënja ku fëmijën po rriten, për 4-5 vjetë rriten, ndryshojnë, buhen burra, plakën, smuhen, vdesin. Jo, këta në gjenet kanë me nejt për herë, për gjithmonë në këtë mosh, në këtë dukje, në këtë gjendje të cilën janë, apo të cilën gjejmë ne ata kur hymin gjenet. Yutufu alejhim wildanun mukhalledun,
o shërben. E tufu i bebuk falesh më sill, pa i sillë sepse me pjatë në dorë i shërben. Pra o shërben, gjenetlive. O vildan, kush janë këta fëmijë? Ka mendime të ulemave të ndryshme. Ka për ulemave të selefet të cilët thonë, këta janë fëmijët e muslimanëve të cilët kanë vdekur të vegjël në moshën madhore. Sepse këta nuk kanë gjunahe, e me që në gjëhnem, po nuk kanë sevape e mi ngritën në xhenet. Andaj Allahu këta i bën shërptor të banorëve të xhenet apo të xhenetlive. E thuhet se këta fëmijë janë fëmijët e paganëve, të ehlil kitabit, të tharët librave të shenjtë, të jo muslimanëve në përgjithësi, me çfarë do fe qofshin ata, fëmijët e jo muslimanëve, nga se nëse shikojnë atje mendimet e ulemave prej sahabëve këndej, se çfarë do të bëj Zoti me fëmijët e jo muslimanëve të cilët kanë vdekur të vegjël në moshën madhore, gjejmë rreth 6 mendime. Përderisa për besimtarët, fëmijët e besimtarët thënë në xhenet. Ama për fëmijët e vegjël të jo muslimanëve, i gjejmë disa mendime deri në 6 mendime. Ndërto është edhe kë. Ndër këto mendime është edhe kë mendim se ata futen në xhenet, por jo për mikëzu ata xhenetet, me qenë pronar të xheneteve, që shina na pronar të xheneteve atë që na pa Allahu dhe na bën pronar të tyne. Sigur se këtë dënja ki shpintan jeti pronar i shpis, e ki pallatin, një pronar i pallatit. Por do t'jenë në shërbim të xhenetlive. E që ulemat e vënshëm e kanë kundërshtu këto mendime. Për tyri Ibn Qayyim, Ibn Taymija dhe të tjerë, thonë jo. Se kap për shumë arsye. Këta mendimi më i fortë është se këta janë të krijuar në xhenet për me shërby xhenetlive. Këta janë të krijuar në xhenet, sikurse hyria të xhenetit që janë të krijuara në xhenet. Ani pse edhe për hyria, tash na vjen më poshtë, edhe për hyria ka mendime të disa ulema, por është mendimi dapt, një pakice, të cilët thonë se hyria janë për qëllim gratë tona, të kësaj dynjaje bën aty hyria. Pra edhe për këta fëmijë kanë thënë se jo këta janë fëmijët e muslimanëve që thash, ose janë fëmijët e jo muslimanëve, jo. Këta janë të krijuar në xhenet, sikurse hyriat që janë të krijuara në xhenet, ato nuk dinë çfarë dynjaja, s'ka qenë këtë dynja, s'janë marrë me këtë dynja, janë krijuar për me shërby xhenetlive. Allahu don me kriju ata për me na ndëru neve. Për me na ndëru neve, për punë tona që i kemi bërë, për imanin tonë, për amelet tona që i kena ba. Yutufu alehim wildanun mukhalladun. E pastaj s'pohim ma gjatë se kanë përshkru lemaja shumë, se kemi edhe shumë ajete. I kanë përshkru pastaj për këta fëmijë që zhduken atje, sa bathi kanë, sa zëngjiri kanë, sa rrate, sa hajte. Kanë përshkru shumë gjana kanë folur, ku nuk janë gjitha të vërteta, natyrisht janë mendime, janë ku mund t'jenë disa për ty në vërteta, disa mund mos jenë vërteta, andaj nuk kemi edhe fort nevojë mi cek ato. Rëndësishme është se Allahu pa thot Kur'an, yutufu alehim wildanun mukhalladun, atyne u shërbejnë fëmijë, djem i thënë fëmijëve të vegjël, që në moshën madhore, mukhalladun, të cilët do t'jenë të përhershëm në xhenet. Bi akwabin wa abariqa min ka'sin min ma'in. Ata ju shërbejnë atyre me gastara apo me gota, por edhe me ibrika. O shërbejnë atyne pije nga vera e kulluar, e cila rrjedh si lumi.
ata djelmosha u shërbejnë xhenetlive me gastare, kes janë gotat të cilët nuk kanë veg, e barik, i brek, ta qenë ma vjetër e din që janë i brikat, ju që janë atri nuk e dini. I brikat në gjuhën Shqipen e kem përdor, jak për këtu të ka rënjen. E barik, shumës, njësi i brik. I brik është e kap në dorë tu, edhe ka të ka qepe në altë, edhe ka poshtë në dorë. Ka qenë për i balte, për i gjirë, për i balte pjekur. Që ati thoi një brik. Pra, ka gota të lejlajshme, nuk jenë të gjitha të njëjta, të cilat i shërbejnë shërbëtorët e xhenetit, xhenetlive. Këto gota, këto gastare, këto i brika, janë të mbushura me verë. Min ma'in, të mbushura me verë, e cila rrjedh, si kru, si burim, rrjedh. E që jep me kuptu se nuk jëm prej vere cila rënë një vend dhe fillon me oprisha po me ardha aroma. E që dallimi madh i verës së dynjas dhe ahiretit është shumë i madh. Për ata Allahu e thot në vazhdim, la yusaddauna anha wala yunzifun. Pe asaj vere që i pinë ata me ato gota që u afrojnë shërbëtorët e xhenetit, djelmoshat shërbëtorët e xhenetit, nuk i kap këgdhimbja, po edhe nuk dehen. E që po dënë Allah me të regu, për përshkruan cilësit e verës së xhenetit, ku nuk e sikur se këtë dynja ku mushin kacat i mbyllin, edhe i lojnë që ashtu këtë gjatë sa ma shumë më prisha e menajt bëhet më e mirë, që me të lopë pa men, tamam shtu me të hub krejt, por atje emnin e ka verë, edhe ka lymen për verë që kemi të cekë më herët, u anharun min khamrin ledhetin lisharibin, dhe lymenjën nga vera të cilët janë ledhetin, janë të ëmbel, për ata që i pinë, të këjshëm të ëmbel. E këtu Allahu po thot se kjo verë nuk shkakton këgdhimbje, kjo verë nuk shkakton dehje, e që janë cilësi të verës. Pijet alkolike, për cilësive që i kanë, shkaktojnë këgdhimbje, marramendje, vjellje, urinim të pa kontrol, deri në dehje. Këto janë 4 shajat që njeriu ka pi alkohol. Është dehje. Është edhe aroma shumë e keqe. Allah po thot diçka të tillë nuk ka atje. E subhanallah, mund të thot dikush, e pse bash verë? Verë sepse Allahu i madhruar atë shumë na ka shtrëngu neve në këtë dynja punën alkoholit, respektivisht verës, se nën alkoholit është vera, pastaj tjera që janë degë cajna. Atë shumë na ka shtrënguar, sa që nuk na ka lanë hapësirë si muslimon, as me menu që të pim alkohol. Apo, kështu ta muslimët jenë të edukuar. E tani dikush që ka gajlë, e bën halal vetë, është mesele tjetër. A njerëz që namazin e lojnë, agjërimin e lojnë, runa Zot, po na s'po flasim për ta. Po në parim, na ka shtrëngu shumë. Edhe tash, këta që na ka shtrëngu shumë, po na ka ndalu strikt të mi fjalor tjetër në këtë dynja, sikur se një mendja mund të shkojë njeriu të privuar për kësaj, të privuar për asaj, të privuar për asaj, e Allah me rahmetin e vetë dënë me i knaqë rabët e ti. Mi thonë që rabët e mi, a kam ndaluar në atë dynja, po ja, orda tash. Tash, jo që u andaloj, por e keni të lejuar, edhe keni lëmej ma dje për vere, dhe kjo verë, emin e ka verë, por dallon në gjithë shka, prej verë se asaj dynjaje, ku po ta kshipia tje nuk ka pas hajrë prej saj kur gjo, ndërsa këto, kjo ju knaqe, ju relaksënë, ju shqenë, dhe nuk ka asë një efekt anësor prej verë së xhenetit. E një të në gjatë të këpuna grave në qahit.
E njëjta gjë është. Ose atje teshat e arit, këtë sëlit e arit, këtë dëshek të arit, shtrojet e arit, koltuqet e arit. Këtë dynja, kem të drejt me i pasa? Nuk kem të drejt. A kem të drejt teshat e arita, të me ndafshit? Nuk kem të drejt. A kem të drejt me vëllu zengjir të arit, në qafan, dora, në gishta? Nuk kem të drejt. Andaj krejt këtu, Allahun e mënësën me pas në ahiret, sepse ne ka ndaluar në këtë dynja. Andaj, të bëjmë sabër këtë dynja, për disa ndalesa që ne ka ndalu Allahu, e që këtu nuk na dëmtojnë në jetë. Nuk na dëmtojnë në jetë. Nuk na vështërsojnë jetën. Kush në dynjat nuk mund thot që shkova poshtë, që s'pina alkohol, kur 80 vjet jetova, s'pina një gotë alkohol. Sen ty bënë dëmtu. Kur për jetë, ose s'hamra me shderët, ose s'bona zina, ose nuk vjedha, ose nuk vrava, ose nuk tralltova. Ja, Maria. Për pas në i zemër prishtë se nisë për xhenet, ata e në tjerë, ata pëndohen që se kanë shfrytzu mundësit që i kanë pasë për në haram. Ta po flasë për burrat mirë, të cilët janë nisër për xhenet. Pra Allahu i madhruar e përshkruan këtë verë, la yusaddaune anha wala yunzifun, nuk i ka plan kokdhimbje prej asaj vere dhe as nuk vjellin, as nuk dehen prej sajna. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, po ashtu ata shërptorë u afrojnë xhenetlive lloj frytesh të pemëve të ndryshme, çfarë do të duan ata. Çfarë do pemë që dojnë u afrojnë shërptorë të xhenetit xhenetlive. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun, po edhe mish të shpezve cilin do që dojnë ata dhe në qëfar do forme dojnë me hamër. A dojnë të pjekor, a dojnë të skuqor, a dojnë skar që themi nesët, a dojnë mishëm në pas të zim, qëfar e dojnë? Qëfar e dojnë? Ata e kanë. Tani këto kanë cek ulema ibn Abbasit e tjere, kanë cek shumë gjurmë të ndryshme, se robi e sheshpez, të fluturue, ja qënë Allah Azza wa Jalla, dhe të kësha pas që atë po du me hangër i vjene s'kushne, me në hera jenë pjatë për pare, shumë sene tjera, të cilat Allahu i madhruar të barek wa ta'ala i ka përgaditur për ta. Wa lahmi tajrin mimma yashtahun, dhe mish të shpezve, tajrin shpezet, qëfar do që kanë qef ata, apo që kanë dëshirë me shiju ato mishra, apo lojën që është dojnë me pjek ata, që shka qef njeri me hangër mishin, qëfar dhe forme që. Wa hurun in. Për pastin e të mirave që ka përgadit Allahu për ta, janë edhe hurul in, hyrijat e xhenetit. Wa hurun in, edhe hyrijat e xhenetit. Për hyrijat e xhenetit, kemi folur diçka në surët as-Saffat atje, dhe kemi thonë se hurun in janë hyrijat apo gratë e xhenetit sy mëdha. Pe cilësive të tyre janë sytë e mëdhej i kanë. Pastaj dëzit e syve kanë shumë të zi, në bardhët e syve kanë shumë të bardhë. Wa hurun in, për ta ka dhe hyrijat xhenetit. Ke emthali lu'lu'il maknun, ato duken si diamante të ruajtura. Tash e ka përshkru hyrijat. Diamant, gur qmushëm. Guri më i qmushëm, quhet diamant. I ruajtur. Që bje ke i ruajtur? I ruajtur. Guri diamantit, qëfar behan e gjonë në nësani, në qmet me gjithë? Asë një. Madje, as dora e nësanit si ka prek, pra të po të ruajtura. Sepse po ta kishte prek dora gurin, do shta mesin shenjat e gishtit. Apo të dorës, ndoshta ka plën pak edhe plohëri. E bëhet pafshi. E jo,
si gur margaritar, apo si margaritar, si diamanti, i ruajtur, i paprekur. Që së një gjonë të meta, rëtullu ka të këqërsh, së një gjenë dhe një të metë, po kështu janë hyrijat e gjenitit. Nuk ka të meta në to. Pra i që lyp gru pa behanen, lyp në herë dikush, thuj po, kemi gjetë një, këna një, po, veç që do të me prit gjatë, dhe që ka ishte atje. E po do të me punu shumë se me herë shumë i shtrejt, dhe me shumë gjenet. Pa behane. Këtu e pa behane. Andaj nalemi këtu, sepse ai ka ditë mi kriju dhe qysh dinaj, s'din askush. Edhe ai don këtë dhurat madhe mja u dhurue këtyne njerëzve. Këtyne njerëzve. Wa hurun in, ke emthal, janë shambull, ato janë sikurse e lu'lu, diamanti, el meknun, i fshehur, i paprekur, i cili nuk ka asnjë të metë në sytë njerëzve në këtë dynja. Veç kraha Zotit, o Zoti jam. Pas ka grupa të meta, po, hyrijat e gjenetit janë të tilla. Pra të ndalemi, Allahu është ai i cili ka krijuar në format më të bukur për robët e tina. Kjo veç ndukje, fjala këtë ndukje, e tani në sjellje, në knatësie, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. E shep se si madhi Zot, te bareke ve taala, edhe gjenetin atje, sikurse sa do të mira që janë të pafundshme, qoftë nga hapësira e madhe, 1000 vite e jes njëri në një anë, se në den skajt, 1000 vite në skaj tjetër, 1000 vite në skaj tjetër, 1000 vite në skaj tjetër. Një pëm, sa me jes 100 vite me kalin e në hijen e saj se në den skajt. E tani, mos flasë që shkem për këto, dhe që të sek, edhe mende tjera, sa pema, sa mishe, sa laje, sa lume, sa kroje, sa la ilaha illallah. Krejt këto të mira dhe të tjera, pa hyria dhe pa gra, janë të mangëta. Kështu kuptohet kjo. Për atë i madhe Zot, për një plotësu rëbëve të ti, mirësit e ti, te bareke ve taala, edhe atje ka kriju gra. Dhe i marton atje me gra, e që ato quhen hyria. Po edhe në këtë dynja robi, pa gru është i mangët, le tjetë edhe mretaj, që mund ta ketë një shtet, por pa gru është i mangët. Gruja e plotëson burrin, dhe ana sjellta si gjithashtu. كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. Kjo është shpërblim për atë që punuan ata. Shpërblim për punën që kanë bërë. Ibn Atiyja në koment të këtij ajeti, kjo është shpërblim për punën që e bën, thot. Kanë thënë ulemat, anë edhe pse është për të hershmeve, por nga modestia, thot kanë thënë ulemat. Deregjet e në gjenet ndahen si mbas ameleve. Që kanë bën njerëzët këtë dynja, banë men. Deregjet, shkallët, pozitat, gradat, që është du shprehu, në gjenet caktohen, ndahen si mbas ameleve. Sepse Allahu pa thot gjezaen, si gjeza shpërblim, bima kanu i amelon për punën të cilën e kanë bërë, apo për hir të punës që kanë bërë, apo që kanë vepruar, e kanë punuar që është du shtoj. Ndërsa, futja si futja në gjenet, nuk është me amelin e insanit. Por është me rahmetin e Allahut. Dhe këte e vërtetën hadithi Ebu Sejid Khudriu, të Imam Ahmedi dhe të tjerë, ku në formë të ndryshme ka ardhur të kutubesit të koleksionet, të shumë koleksionet, ndërto të 6 koleksionet, në shumicën e tyre.
ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la yadkhulul jannata ahadun illa bi rahmetillah. Askush nuk ka për të hyrë në xhenet përpas me rahmetin e Allahut. Qulna ya Rasulullah wala ant. Shokët e thanë ja Rasulullah, as te ja. Pra nga modestia e tyre ata nuk thanë që qysh mos me hin xhenet. Sepse din takatin e vet. A shef farë modestia. Pra nëse na shten Zoti neve në xhenet me amelet tona për rahmetin e vet, po pajtojmë sepse që e kuptum gjeneti ku ka shumë i shtrejt. Por për e interesan një Rasulullah ti i veçantëve. Pra as të sën hin gjennet për rahmetin e Allahut, qalu wala ana. As tha as nëse hin gjennet për rahmetin e Allahut, illa an yatagammadani Allahu bi rahmetihi, përpas nëse Allah më përfshin, më mbulon, më përfshin me rahmetin e vet. Pra në xhenet hyhet me rahmetin e Zotit. Ndërsa në grada në xhenetit lartë, ngritemi me amelet tona. Edhe kjo mirësi e Zotit natyrisht. Andaj do të më bëjë gara robi për xhenet. Me bëgara. Dhe kjo është drejtësia Allahut. Të bareke wa ta'ala. Qysh me ka një gradë me sahabët. Me evliat Allah, me ulemat, me ata burrat më dhej, të cilët gjithë ato punë më dhaj kanë ba për din, për millet, për njerëz. Natyrisht smunes, edhe s'marrë me lyp në diçka të tillë. Po në lypëm xhenet me nashti. Pra njerëzit si mbas ameleve ngritën xhenet. A me hyn xhenet do të me rahmet Allahut, sepse xheneti është më i shtrejt se sa që mund ta fitojmë me amelet tona. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Allahu edhe më tej përshkruan gjendjen e tyre në xhenet dhe thot ata atje nuk dëgjojnë bisedat kota. Wala ta'thima, e as fjalë në të cilat ka gjëna në to. Xheneti është i mirë, është shumë i mirë. Andaj aty nuk hin vetëm të mirët. Dhe çdo gjë që është është e mirë. E pjesë e kësaj e mirë edhe fjalori shprehet me qenë të mira. Përkundër dunjas. Dunjaja është e mirë, është e keqe. Ka të mirën te, ka të këqija te. Ka njerëz të mirë, ka njerëz të këqij. Ka vepra të mira, ka vepra të këqija, ka fjalë të mira, ka fjalë të këqija. E përballon kjo, këtë fshin, ka, të çka s'ka. Këtë bëhen bashkë këtu. E Allahu po thotë se në xhenet, që ata xhenetli që hin këtu grada. Fjalë të kota nuk flasin, e as nuk ndëgjojnë. E as nuk ndëgjojnë madje. La yasma'un, nuk dëgjon asnjë fjalë të kotë, gibet, përgojim, pa lidhje, pa kuptim, pa vlerë, që njeri shumë herë ndëgjëm këtë dynja. Ma gjithë vetë i fletë ka një herë dhe të edhe të pëse guta, pëse folja, o habita, gabova. Edhe vetë, a në pëse shtirujtën, wala të e thima, apo fjallë që në të ka gjëna, se punë e sharjeve, fjallëve të dyta, e u dhu billah, që robi nëse bën ato, apo nëse flet ato, hynë në gjëna. Nuk ka diçka të tillë në xhenet. Illa qilan salaman salama, për pos apo atje ka vetëm fjalë të mira. Selam, selam. Selam, selam, apo selam pas selami. Selam pas selami mund tjetë për kuptim selamin fjalë të mira të shëndosha, sa në të mira. Mund tjetë kuptim selam i jep njëri tjetrit, selam i jepin. Mund tjetë kuptimi selam me laqet shkon atje në jetën hadithe, hynë me laqet në për dyre, në për shtëpia, u jepin selam xhenetlive të tjerë. Krejtu mund t'jenë, por rëndësishme është se atje nuk ka fjalë të pavend, të kotë, të pist, apo fjalë me të cilën robin këtë dynja, po ta thashte do të ishte kishenuar gjëna, apo do të konsiderohej gjëna. Nuk ka. Pra atje është fjallori pastërt, morale shumë i lartë,
njerëzin shumë të mirë, vende shumë e mirë, çdo është e mirë për kryer. Allahu na mundësoft me qenë pe banorëve ty në xheneteve ya Rabbel Alamin. Allahu na boft haram xhehenamin, e na mundësoft, e na boft nasib rizq, xhenetin e të mirat e xhenetit me rahmetin e tina ya Rabbel Alamin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Wallahu alam. Zotë dhe më së miri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.